Allahu Gjelle Gjelaluhu në sharon dhe në tregon dhe thot: o robërit e mi, edhe nëse do të përpiqeni me i numëru nimetet të gjitha të mirat, dhuntit e mia që unë ju kam dhuruar, ju kur nuk mundeni me i numëruar dhe me arrit qëllimin. Allahu Ekber, të dashurit e mi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du. Të dashurit e mi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mirësitë dhe bekimet e Allahut të lartësuar qofshin mbi të gjithë ju. Të dashurit e mi, kam dëshirë me nda një ajet kuranor me ju, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu na tërheq vëmendjen dhe na rikujton që robërit e tij nuk janë mirënjohës ndaj dhuntive të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Të dashurit e mi, pas kësaj video, secili prej nesh le ta pyet vetvetin, a është prej atyre që e falenderojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu për dhuntit e tij apo jo? Nam barakallahu fikum. E dashura motër dhe i dashuri vlla, fillojmë bi idhnillahi azza wa jall. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu në librin e tij famlart në surën Ibrahim, versetin 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ai ju jep gjithçka që i kërkoni. Allahu Ekber. Të dashurit e mi, Allahu Gjelle Gjelaluhu me mëshirën dhe rahmetin e tij robërve të tij ju plotson dëshirat e tyre dhe ju dhuron gjithçka që kërkojnë. Atëherë thot Gjelle wala: wa in ta'uddu ni'matallah. Edhe nëse do të përpiqeni ti numëroni nimetet, mirësitë, dhuntit e Allahut, la tuhsuha, nuk mundeni të i numëroni dot. Allahu Ekber. Të dashurit e mi, Allahu Gjelle Gjelaluhu po na bën me dije dhe na rikujton. Mirë po, pyetja shtrohet, pse po na rikujton Allahu Gjelle Gjelaluhu? Sepse wallahi njeriu është harrues dhe i harron shpejt të mirat e Zotit të tij. Të dashurit e mi, shiqeni se me çfarë hikme, urtësie Allahu Gjelle Gjelaluhu na sharon dhe na tregon dhe thot: o robërit e mi, edhe nëse do të përpiqeni me i numëru nimetet të gjitha të mirat, dhuntit e mia që unë ju kam dhuruar, ju kur nuk mundeni me i numëruar dhe me arrit qëllimin. Allahu Ekber, të dashurit e mi. Të dashurit e mi, Allahu Gjelle Gjelaluhu me këtë mesazh po na tërheq vëmendjen dhe thot që o robërit e mi, kujdes, mos i harroni të mirat e mia. La ilaha illallah. E dashura motër dhe i dashuri vlla, gjithçka që ka krijuar Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe ne i shijojmë, apo është në shërbim të njeriu, që do thot është në shërbimin tuaj dhe timin. Nam barakallahu fikum, të dashurit e mi. Allahu Akbar. Për fund, të dashurit e mi, thot i lartësuari: innal insana la zalumun kafar. Njeriu është vërtet i padrejt dhe mos mirënjohës. Subhanallah. Në këtë ajet të fundit ku Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: njeriu është vërtet i padrejt dhe mos mirënjohës. Subhanallah. Çfarë mesazhe, të dashurit e mi? E kush na njeh më mirë se sa ai që na ka krijuar? Allahu Gjelle Gjelaluhu thot që njeriu është vërtet i padrejt dhe mos mirënjohës. Të dashurit e mi, wallahi, uqsimu billahi al-azim, ky mesazh nga Allahu Gjelle Gjelaluhu të bën me u mërzit dhe me qajt me lot. Allahu Gjelle Gjelaluhu është ai që na dhuron gjithçka dhe kujdeset për çdo gjë për ne dhe nuk kërkon shumë prej nesh, vetëm që të jemi falenderues ndaj tij. La ilaha illallah. Të dashurit e mi, në surën Ibrahim, versetin 7, thot Allahu Gjelle Gjelaluhu: wa idha ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Nëse tregoheni mirënjohës,
unë do t'ju shtoj edhe më shumë begatit e mia. Allahu Ekber, të dashërit e mi. Nëse ne jemi falenderues ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu, Allahu te bareka wa ta'ala do t'na dhuron edhe më shumë. La ilaha illallah. Kurse ne nuk jemi në gjendje një herë brenda ditës me i thanë krijuesit: o Allah, ja Rab, me fal nëse ankohem dhe nuk jam falenderues ndaj teje. Allahu Ekber. Të dashurit e mi, Muhammed Mustafaja alayhi salatu wa salam thoshte: men la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Men la yashkuru an-nas, ai person që nuk i falenderon njerëzit, la yashkuru Allah, nuk e falenderon as Allahun Jalla Jalaluhu. Ose la yashkuru Allah men la yashkuru an-nas. La yashkuru Allah, ai person që nuk e falenderon Allahun Jalla Jalaluhu, men la yashkuru an-nas, ai nuk i falenderon edhe njerëzit. Të dashurit e mi, e lusëm Allahun Gjelle Gjelaluhu që pasi e kemi ndëgjuar këtë ajet kuranor dhe këtë hadith të thellësojmë në zemrat tona dhe të bëhemi prej atyre që janë falenderues ndaj Allahut të lartësuar. Thuni Allahumma amin, të dashurit e mi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhira da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.